Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Maqedonia e Veriut angazhohet në luftën kundër korrupsionit. Zëvendës kryeministri Arben Fetaj njoftoi se është takuar me përfaqësues të Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, ku theksua domosdoshmëria e përshpejtimit të luftës kundër këtij fenomeni dhe forcimin e koordinimit ndërinstitucional në zbatimin e strategjisë shtetërore në këtë fushë. Lufta kundër krimit dhe korrupsionit është top prioriteti i qeverisë dhe ne jemi të vendosur që të rikthejmë besimin e qytetarëve në institucione. Theksova se gjatë qeverisë së mëparshme ka pasur regres të madh në këtë fushë për shkak të mungesës së vullnetit politik dhe vendimeve të dëmshme, siç ishte ndryshimi i kodit penal, që çojnë në amnistimin e organizuar të korrupsionit politik, shkruan zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Arben Fetaj. Rajoni. Kryeministri i Shqipërisë konfirmon mbështetjen për prokurorinë speciale. Në komunikimin e tij të përditshëm në rrjetin social, Edi Rama kujtoi se publikisht ka shprehur solidaritetin edhe për kreun e SPAK Altin Domani. Kryeministri tha se në kohën kur qeverisë e Berisha shpatën e ndëshkimit e mbante ai, ndryshe nga sot kur pushtetet janë të ndara. Se Altin Domani, për cilin kam shumë respekt për hir të vërtetës, cilit ja kam shprehur publikisht solidaritetin kundër të gjithë qeverisë që i turret për ta vënë në presion, ka qenë aty prokuror i Republikës së Shqipërisë, edhe ata të tjerë janë sot SPAK, aty kanë qenë. Por nuk kanë pasur fuqinë që kanë sot, sepse shpatën e ndëshkimit e mbante kush rrinte në këtë zyrë, më zotri. Kryeministri u ndal dhe tek roli i Partisë Socialiste dhe kësaj shumice qeverisë në realizimin e reformës në drejtësi. Unë dhe skuadra ime vendosëm diçka që nuk ka bërë askush më parë. Vendosëm t'i dorëzojmë drejtësisë shpatën e ndëshkimit. Shpata e ndëshkimit ka qenë historikisht në duart e pushtetit politik, që e ka përdorur për të bërë edhe në thonjza drejtësi, duke goditur kë ka pasur oreks të godas dhe duke mbrojtur me shpatë kë ka dashur të mbrojë. Kryetari i Partisë Demokratike premton se nëse vjen në pushtet pas zgjedhjeve të 11 maj do të synojë zhvillimin e sektorit energjetik të Shqipërisë. Në një konferencë për shtyp, Sali Berisha shpalli vizionin e tij për sektorin energjetik. Sipas ish kryeministrit, energjia nga era, dielli dhe gazi do të dyfishojë prodhimin aktual brenda mandatit të ardhshëm, duke e kthyer Shqipërinë në një nyje kryesore energjetike në rajon. Shqipëria madhështore do të jetë Shqipëria e bumit të madh energjetik, do të jetë Shqipëria e investimeve madhështore në energjetik. Unë jam këtu për të garantuar qytetarët shqiptar se prodhimi i energjisë nga era dielli dhe gazi, me përparësi absolute prodhimin e energjisë rinovueshme era ujë dhe dielli, do të dyfishojë prodhimin e sotëm, prodhimin total të sotëm gjatë mandatit që vjen. Berisha tha se vendi ka potencial të jashtëzakonshëm për prodhimin e energjisë eolike dhe solare, ndërsa hidrocentralet e vogla do të ndihmojnë në komunitetet lokale të prodhojnë energji falas. Parqet eolike, parqet solare do të marrin një përparësi absolute. Shqipëria ka ndër platformat e erës në të fuqishme në Europë. To platforma shtrihen nga thellësitë e Alpeve në jugun e vendit. Ish kryeministri përmendi planet për ndërtimin e termocentraleve të gazit në përputhje me standardet mjedisore, duke shfrytzuar kapacitetet e gazsjellësit TAP. Berlini parashën ndryshimin në bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbi marrjen e drejtimit nga ndërmjetësi i ri dërguar nga Bashkimi Evropian Peter Sorensen. I ngarkuari i posaçëm i qeverisë gjermane për vendet e Ballkanit Perëndimor, Manuel Sarrazin, thosë se Sorensen me siguri do të vendosë thekse të reja në dialog. Në intervistë për Deutsche Welle, ai tha se Gjermania ka detyrë thelbësore për ta mbështetur ndërmjetësin për zgjidhjet dhe se Sorensen është personi i dur për këtë. Bisedimet e para që kemi zhvilluar na kanë krijuar një përshtypje mjaft të mirë për të si person. Njëkohësisht Sorensen me siguri do të përpiqet që me një punë këmbgulse profesionalisht të arrijë afrimin ndërmjet dy vendeve, tha i ngarkuari i posaçëm i qeverisë gjermane për vendet e Ballkanit Perëndimor Manuel Sarrazin.
Departamenti Amerikan i Mbrojtjes konfirmon se nuk ka ndryshime të pranisë ushtarake amerikane në Kosovë, por me tensionet e vazhdueshme në Ballkan dhe me ndryshimin e prioriteteve globale, Kosova duhet të përgatitet për çdo skenar, thon ish zyrtar të NATO-s, ndërkohë që ushtarakët amerikan të KFOR-it kryen patrullime përgjatë vijave në veri të Kosovës. Këto përpjekje janë pjesë e misionit të përditshëm të KFOR-it për të garantuar një midis të sigurt për gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.